apo përballet me ndarjen midis asaj që quhet e vërteta dhe e gënjeshtra, që është mekanizmi më i vështirë që historikisht njerëzimi ka luftuar dhe quhet filli i artë midis të vërtetës apo mashtrimit që më pas është gënjeshtër. Teksa po kuptojmë që jeta sociale dhe jeta personale dhe jeta individuale është kthyer në trendin jo vetëm të individit, por dhe të shoqërisë, tashmë kemi kuptuar një gjë që na e treguan dhe këto realitetet e ndryshme apo to reality show, të cilat kanë marrë pikërisht shkas nga ky fenomen. Është një fenomen social i kahershëm, po që tani është shfaqur në bumin e saj për të intimiduar, për të anatemuar, për të kritikuar, për të paragjykuar, për të vetë paragjykuar, apo për të krijuar dhe situata të cilat kanë kaluar dhe në drama personali, qoftë edhe në tragjedi. Askush duket sikurse nuk po pyet më. Pikërisht, dhe kemi të bëjmë me atë që quhet relativizimi të keqes dhe është kthyer e keqja si një mekanizëm që e pastaj punë e madhe kaloi, që kjo është frika më e madhe e indiferencës shoqërore. Kjo ka të bëjë me karakterin e njeriu dhe me mënyrën si ai përballet me situatën. Kemi individ të cilët e duan emrin e tyre, e vlerësojnë emrin e tyre dhe dalin me emër, me figurë, dhe kur duan të bëjnë debat apo krijojnë situata, i krijojnë mbi bazën e profileve të tyre reale. Nga ana tjetër kemi njerëz të cilët në jetën e tyre nuk kanë bërë asgjë dhe kanë nevojë të marrin nga fama ati tjetrit, jo duke e lavdëruar, po duke e kritikuar, se në psikologji thuhet, asnjëherë nuk qëndron mendimi i mirë për një kohë të gjatë. Është shumë i shkurtër koha kur qëndron mendimi i mirë. Kurse mendimi i keq është mendimi më afatgjatë që qëndron në subkonsciencën e njeriut. Për këtë arsye dhe media e përdori dhe tha, lajmi i keq nuk është i keq për median, sepse është lajm. Pra, edhe e keqja është lajm. Është i mirë për median. Është i mirë për median dhe pikërisht duke u përdorur në këtë mekanizëm, atëherë shoqëria u edukua dhe tha, ato që unë i mendoj se nuk e dua Lili, nuk e dua Norën, nuk e dua tjetrin, nuk e dua tjetrin, pse mos ta përdor dhe filluan ta hapin profile të ndryshme, ku një individ mund të ketë 7 profile, njëri mund ta ketë të tjerë dhe të tjerat janë falso. Këto në fillim i përdori politika, sepse i duhet të luftonte kundërshtarin, po duhet të vinte ata që sidomos në fushata zgjedhore. Pikërisht pra në fushata zgjedhore dhe në raportet e ndryshme që ka bërë OSBE-ja, ODIHR-i, apo në situatat e ndryshme që kanë diskutuar organizma ndërkombëtar, kanë kuptuar që pjesa më e madhe e goditur kanë qenë gruaja dhe figurat e grave apo figurat publike, ku jo vetëm i kanë anatemuar, goditur, paragjykuar dhe stisur situata të cilat nuk kanë qenë të vërteta, po nga ana tjetër kanë krijuar dhe situata tragjike, sepse kanë marrë gjysmat e të vërtetave dhe i kanë shitur si të vërteta, që është më e keqe se sa vetë e vërteta. Sigurisht kjo tashmë është kthyer, ka arritur, po të bësh një kurbë të ngritjes, ka arritur kulmin e saj dhe tashmë lajmi po shpërthen, se pjesa më e madhe e njerëzve e kanë kthyer në një argëtim vetë personal dhe kanë filluar kanë filluar të kënaqen egon e tyre dhe nëpërmjet asaj çfarë thonë për ty, nuk e kanë me ty, po në fakt e kanë me veten e tyre dhe kjo quhet pasqyrë e rrëfimit nëpërmjet një pamje mbrapa duke vërë maska e rrëfimit të së keqes, se unë nuk kam guxim të dalë dhe të them të vërtetën. Por kjo, dhe pastaj kjo krijon një problem shumë të madh në psikikën e njerëzimit dhe do të them se çfarë trauma e psikike krijon dhe çfarë depresioni social krijon.